Merë një kritik tjetër, më thamë se nuk ke hequr qimet e fytyrës. Po pse do t'i heq qimet e fytyrës? Nuk jam rrujt sot. Kështu dua të ri. Një tjetër më shkruajti dia më tha, do vish ti bësh vetullat e kunë, se do t'i bëjmë. Po shumë i kanë vetullat, s'dua t'i bëj. Një tjetër më thoshte pse si rregullon flokët, po s'do krej flokët nuk shkojnë në plazh. Madje më janë ndjegur, po më putan. Se nuk do jem pjesh çdo ditë unë. Madje nuk jam pjesh fare gjatë ditëve të mia normale, ri kështu, si rumpalluri. Se dua të jem vetvetja. Kur vjen shfaqja bëm gati unë. Pastaj shfaqëroj. Se nuk do shfaqëroj çdo ditë. Apo jo. Mos u merrni me këto Azerbajxhan lloqet. Disa kritika mora për videon e djeshme. Ma këshim bërë dhe report. Pse qa bërë atje unë? Hodha një foto, një video. I veshur isha, nuk isha nudo. Nudo e kam thënë dhe herë tjetër, shtof se të regoj penisin. Më shë qarë qëfar do të thot nudity, nudo. Po kur e hedh një gej është problem. Kur dalin këto që menagjohen, to modelet, që menagjohen nga të fortët, është normalitet. Po se jemi dhe në kohën që të flasim të lirë të gjithë, çfarë të duam të shajmë njërë tjetër, unë s'po ju shaj. Po kështu dua unë të dalë. Po do më mbaj, po do më hiq, ma dje po shikoja se që kisha ca isha fans i disave. I hoqa. Nuk më ndjek, nuk i ndjek. Isha thjesht. Nuk kam unë turp. As nuk intimidohem, as nuk surprizohem, as nuk egzaltohem, as nuk ka asgjë që të më çudis. Kështu që bëni çfarë të doni, mendoni çfarë të doni. Është shumë e thjeshtë. Doni të më shikoni, s'doni të më shikoni të shoni kanal. Është fare e thjeshtë. S'dua t'ja di fare unë. Se kam ditur jo tani. Por ajo që më shqetëson është që ka regres mes jush. Kjo më shqetëson. Se unë i kam shumë qef sfidat kur sfidohem. Por tani unë nuk mund të bëj budalliqe të tipit të kryem në plazh apo të vesh. Ishte njëri që bën kështu operacione plastike në Shqipëri. E kë nuk më futi ai, ta vipat. Një nga një, i thua Eltoni të bëj hundën të vi këtu se ja bëjmë neve. A thua se s'kisha lekun apo parat bëja hundën po të doja. E do vja ta bëja në Albanistan hundën. Operacion ta bëja kështu për pjetë. Po pse ta bëja hundën për pjetë? Shumë mire kam hundën, gjithë të pal hundë kam. Unë si yllë kam. Ma di edhe coin më është bërë edhe në përshfaqjet e modës. Ma kanë shumë qef hundën. Pse duhet ta bëjmë hundën? Dhe kjo është thirrje për gocat e reja të çuna tani, mos e bëni hundën. Ma ka bërë Zoti mrekullisht. Jeni në trupin e duhur, se këte i thoni pse e heqim penisin. Po pra po hundën pse ndryshoni pra. Penisi ti është problem ti që të hunda jo. Po njësoj jam pra. Trupin e kisha rregulluar, e kisha bërë sipas këtyre, domethënë të pëlqeja këtyre. Po sepse pikërisht, sepse nuk dua të ndryshoj trupin tim dhe gjërat e mia, si mi ka bërë Perëndia, mi ka bërë Zoti, mi ka bërë Nëna Hanko. Kam dalë kështu siç jam. Nuk e quaj veten as të bukur, as të shëmtuar, se nuk kam koncepte të tilla unë, nuk quaj njëri të shëmtuar. Po tani të gjithë njerëzit njësoj nuk dua t'i shikoj. Prandaj ka larmi njerëzish, larmi desh. Po, shikojni aty, ku jetoni. Unë nuk i njoh. Më thënë, kur isha në aeroport një ditë, e li ngocë shkurtër, këngëtare ajo. Po ishte njësoj si gjithë tjerat. Do të janë seri, janë kështu si këpuc numri 39 të gjitha. Se të gjithë këta që ndërhyjnë në trupin e tyre dhe pjeshkërojnë çdo sekond të jetës së tyre janë njerëz më të palumtur. Sepse nuk duan veten. Domethënë që kur kanë filluar mos të duan veten dhe ta ndryshojnë, nuk do jenë kurrë të lumtur. Përhapet
flitet vetëm për gjëra që ju interesojnë vetëm disa propagandave. Dhe nuk flitet për thertoren e madhe që po bëhet aty. Është normalitet thertorja. Do me thënë është normalitet ti të heqesh pjesë të trupit, të ndryshosh hundën, syt, të reqin syt, i bëjnë të gjithë kështu për pjetë. Në shumë rëndë, pra. Dhe kur ua them këto, mërziten disa për jush. Toni, flet kot. Më nuk flas kot, më flas plot. Jam 45 vjeç, bëj 46. Tani do ndryshoj unë hundën? Seriozisht e keni?